shteti socialist, e një shoqëri pa klasa shfrytëzuese, e me të vërtet të lirë, është një politikë revolucionare e internacionaliste. Ajo është e çliruar dhe nga shenja me vogël e nacionalizmit të ngushtë përgjes, e shovinizmit, e ekskluzivitetit nacional, ose në vlerësimi të popujve të tjerë. Populli shqiptar ka respekt për çdo popull dhe do të mirën të gjithë popujve. Shqipëria i përmbajt pikpamje se aktualisht aspiratave të vërteta të popujve të Ballkanit, paqes e stabilitetit në këtë zonë mund të shërbehet më mirë duke mos e lejuar superfuqitë imperialiste të ndërhyjnë në punët e brendshme të vendeve të rajonit ton dhe duke bërë hapa konkrete e konstruktive për zhvillimin pozitiv të marrëdhënieve mbi bazën e politikës së fqinjësisë së mirë. Problemi i shqiptarëve që jetojnë në tokat e tyre në Jugosllavi nuk është problem i një minoriteti, i ardhur apo i vendosur diku në një zonë vakum, si emigracion ekonomik, as i shkaktuar nga dyndja e perandorisë osmane, dhe as nga rritja e natyrshme demografike e shqiptarëve, që i shqetëson maltusët e rinj së dëmbëdhenj. Shqiptarët në Jugosllavi përbëjnë një etni, një popull të formuar në shekuj, që ka historinë, gjuhën, kulturën e vetë, një popull autokton, të cilin si shdihet e coptuan, e shkëputën nga mëndheu i vetë, fuqitë e mëdha imperialiste, dhe janë nëksuan Jugoslavisë. Këta askush nuk mund të fsheh. Çdo interpretim tjetër është arbitrar, është një falsifikim i rëndë e i dëmshëm i historisë. Është e pamundur të mbahet në varfëri e në njërin një popull, toka e cilit është e begat dhe grabitet nga tjerët. Është e pamundur të mbash në fringën e tankeve të bajonetave një popull trim si shqiptarët. Është e pamundur të shtëmbrosh ose ta zhdukësh historinë dhe kulturën e tij të lashtë. Është e pamundur të zhdukësh ndjenjen patriotike dhe dashurinë për mëmëdheun. Të vrudhë revolucionar, këtë dashurit pafund për partinë tonë të lavdishme, këtë besim të patundur në të ardhmen, le t'i kthejmë të dashur shokë dhe shoqe në një forcë të madhe, lëvizëse, për të realizuar detyrat në të gjitha fushat, për të kapërcyer të gjitha shqirësit që do të na dalin përpara, për të forcuar dhe konsoliduar më tej fitorie tona bazat e pathyeshme të socializmit në Shqipëri. Gjatë ditëve të kongresit doli nga shtypi dhe vu në qarkullim raporti i shokut Enver Hoxha në gjuhët shqip, anglisht, frëngjisht, spanjisht dhe gjermanisht. Agjencitë e lajmeve, stacionet e radios, televizionit e gazetat e vendeve të ndryshme të botës transmetojnë dhe shkruajnë me njëherë për raportin e shokut Enver Hoxha mbajtur në Kongres, për politikën dhe qëndrimin e partisë son në çështjet ndërkombëtare, për qëndrimin e saj ndaj problemit të Kosovës e të shqiptarëve të tjerë që jetojnë në tokat e tyre në Jugosllavi, për marrëdhëniet e vendit ton me vendet e tjera.